ka përfunduar rehabilitimi i palestrës së shkollës nëntëvjeçare Fotopuka. Palestra prej vitesh ishte në gjendje të mjeruar, por rehabilitimi që filloi në datën 14/11/2022 e ktheu atë në një nga investimet më të rëndësishme të Bashkisë Lushnjë. Palestra më parë përdorej nga mësuesit e shkollës Fotopuka për të zhvilluar orët e edukimit fizik me nxënësit, kurse tani, për shkak të përmasave të një mini pallati sportiv me lartësi mbi 11 metra dhe ambienteve moderne, përveç orëve të edukimit fizik, ajo do të shërbejë dhe si ambient për të organizuar aktivitete të ndryshme sportive në rang bashkie dhe shkallë republike. Në këtë palestër, përveç lojrave tradicionale, volejboll, basketboll, ajo do të ketë dhoma të veçanta për disa disiplina të tjera sportive, si karate, boks, mundje, peshngritje, shah e të tjerë. Sa i përket sportit të peshngritjes, Federata e Peshngritjes ka marrë përsipër pajisjen e ambientit. Projekti u financua nga Bashkia e Lushnjë dhe vlera e tij ishte 26.685.000 lekë me TVSH. Brenda pak ditësh, ky ambient i bukur sportiv do të jetë në shërbim të nxënësve dhe sportistëve lushnjar.